Galeria e Arteve në Sarandë tashmë është pjesë e guidave turistike të këtij qyteti. Drejtori i pranë kësaj galerie, Lefter Qeko, thotë se vizitorët e huaj, si polak, gjerman apo spanjoll, janë ata që vinë më shpesh dhe kanë interes të lartë për këtë muze. Ky vit ka nisur i mbar, domethënë nuk u ndërpre linja e vizitorëve. Kjo e tregon domethënë prurjet nga Polonia, nga vendet skandinave, nga Gjermania, nga Spanja, Italia, nga qytetet fqinj të Greqisë këtu, që vinë edhe grupe të organizuara, edhe familjarë që janë me pushimet e dimrit në qytetin tonë. Turistët ndalen pranë këtij ambienti për të njohur nga afër me krijimet që janë të ekspozuara dhe për të lënë përshtypjet e tyre të para. Interesimi i tyre është tek ato veprat që i shikojnë për herë të parë dhe ata që vizitojnë për herë të parë qytetin tonë, që krahas diellit, të detit, të bukurive të tjera, vinë këtu dhe gjejnë historinë të pikturuar, të bërë skulptura, nëpërmjet portreteve, nëpërmjet kompozimeve, njëkohësisht edhe me veprat bashkëkohore, që këto janë si rezultat i krijuesve më të me emër që kemi ne këtu në Shqipëri. Bregdeti i Sarandës dhe asetet turistike që ka ky qytet janë kthyer në të preferuarat e vizitorëve vendas, por kryesisht të huaj.